Çaka do të jenë të zjarrta 4 xhirot e fundit, Shkëndija kërkon të sigurojë titullin kampion dhe në këto 4 xhiro futet me 4 pikë përpara konkurrentit vetëm për titull Silexit. Si e sheh skuadra këtë periudhë në këto 4 xhiro të radhës? Kemi pas në loja trona, normalisht ka edhe lodhje në skuadrë, se shumë loja kemi luaj, po e shoh ekipin mirë, të motivuar, kemi edhe 4 lojë, 4 finale, edhe kemi një qëllim për mu bë kampion. E para nga këto 4 finale që thua është transferta e nesërme me Strugën. Si e pret skuadra këtë ndeshje, është gati për të kërkuar më të mirën? Motivimi duhet me konë 100%, se duhet me marrë 3 piket, s'kemi fitore me Strugën që shumë ndeshje 4-5 loja, edhe besoj si na do dalim për fitore, edhe inshallah dhe marrim 3 piket. Mendon që ekipi e ndjen presionin e garës për titull apo thjesht është i fokusuar për të dhënë më të mirën, sepse kur skuadra luan në lartësinë e saj, nuk ka ndodhur që mos fitojmë? Po, unë besoj presion kemi, se vesi kemi 4 pikë, jemi mirë për momentin, rondë e se loja, ajo është garant, po veç për fitore do të më shku këto loje të fundit, unë si e kam mendimin. A mendon që për Strugën do të jetë motiv shtesë për të luajtur kundër Shkëndijës, duke ditur që tashmë edhe matematikisht Struga është jashtë kombinimit për titull në 4 xhirot e fundit dhe nëse 2 vitet e fundit ishin kampion, kësaj radhe dihet që ata s'do jenë. Unë e menoj, ne duhet me pas ma shumë motivim se ata, se ne luajmë për kampion, ata e kanë kupën, luajnë për kupë, po motivimi më i madh duhet me konë të ne. Fiton Shkëndija nesër? Po. Çka mendon se mund të jetë vendimtare për ndeshjen e nesërme? Besartin e kemi në shumë formë. Na luajmë 11-11, po unë besoj veç motivimi me konë 100%, me luajt fort kundër këtyre, me çdo duell, çdo minutë, edhe inshallah gjia në formë.